Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Të dashur dëgjues dhe shikues, në këto momente do ju ftoja të ndiqnim së bashku rubrikën e temës për ditën e sotme, ku do të flasim rreth temës Këshilla e parë. Pra do nisim me disa këshilla në muajin e begatë Ramazanit, ku e para është vlera dhe veçoritë e këtij muaji që ne gjendemi. Në muajin e Allahut, furnizimi i të devotshmëve merr forma të ndryshme dhe të shumta. Pra, fillon me shtim të përmendjes së Allahut, thellim të lidhjes me Kur'anin dhe zgjerim të mëshirës ndaj të tjerëve. Agjërimi dobëson epshin, por forcon vullnetin ton, pakson konsumimin, por shton ndërgjegjësimin. Netët e gjata me lutje bëhen momente ku njeriu e rishikon veten, kërkon falje dhe rregullon qëllimet e tij. Kështu pra, furnizimi i vërtet bëhet një kapital shpirtëror që mbetet edhe pasi muaji Ramazanit përfundon dhe largohet prej nesh. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ka thënë se: O njerëz, me të vërtet ju ka ardhur muaji i Allahut me begati, mëshirë dhe falje. Është një muaj që tek Allahu është më i mirë ndër muajt. Ditët e tij janë ditët më të mira, netët e tij janë netët më të mira, dhe orët e tij janë orët më të mira. Është muaji në të cilin jeni ftuar në mikpritjen e Allahut dhe jeni bërë prej atyre që gëzojnë ndërimin e tij. Frymëmarrja juaj në të është tesbih, pra lavdërimi i Allahut. Gjumi juaj është adhurim, veprat tuaja janë të pranuara dhe lutjet tuaja janë të pranuara. Prandaj, kërkoni prej Allahut, Zotit tuaj, me qëllime të sinqerta dhe me zemra të pastra, që t'ua jap suksesin për agjërimin e këtij muaji dhe për leximin e librit të tij. Vërtet, i mirë është ai që privohet nga falja e Allahut në këtë muaj madhështor. I dërguari fisnik, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, e nis këtë hutbe me shprehjen madhërimi për muajin e bekuar të Ramazanit dhe i sqaron veçoritë më të rëndësishme të tij, duke theksuar se ky është muaji më i mirë ndër muajt e tjerë dhe është muaji i mikpritjes hyjnore. Që ky muaj i bekuar të mos na kalojë si muajt e tjerë të vitit, duhet së pari ta njohim rëndësinë, pozitën dhe vlerën e tij mbi të gjithë muajt e tjerë, në mënyrë që të lëvizim drejt madhërimit të tij dhe t'i qasemi agjërimit dhe faljes së tij ashtu siç ai e meriton, me agjërim të vërtet dhe me adhurim të denjë për këtë muaj, për këto ditët në vazhdim që kanë mbetur. Në hutben e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, u përmend se muaji i Ramazanit është një muaj në të cilin jemi ftuar në mikpritjen e Allahut. Mikpritja e Zotit të gjithësisë është falja dhe mëshira e tij e gjerë, me të cilin Allahu përfshin agjëruesit dhe ata që qëndrojnë në adhurim gjatë këtij muaji të bekuar. Por si duhet të jetë sjellja dhe edukata jonë në praninë e mikpritësit tonë, Allahu të lartësuar e të madhëruar? Sejid ibn Tausi e sqaron përgjigjen e kësaj pyetjeje duke thënë: Mos u bëj o njeri prej atyre tek të cilëve u shkon një mysafir i pasur që s'ka nevojë për ta, e që prej një viti nuk u ka shkuar mysafir më fisnik se ai. Ka ardhur për ta begatuar, duke sjellë me vete dhurata lumturie, nderimi e përkujdesje, dhe gjëra që përshkrimi me fjalë nuk i përfshin dot nga shpresat e mirësitë. E pastaj ai e trajton keq këtë mysafir bujar, e ftoh, e nënvlerëson dhe sillet me të si një mikpritës i ulët. Atëherë,
ky mysafir fisnik largohet duke qortuar mikpritjen e tij, ndërsa ai tek i cili kishte zbritur, ky mysafir mbetet në turpin e negligjencës dhe të sjelljes së tij të keqe, ose në ndjenjën e turpit, keqardhjes dhe pendimet. Prandaj, ose bëhu bamirës në mikpritje dhe njohu si të drejtave që ky mysafir ka sjell me vete, prej lumturisë, mëshirës, dëmshurisë, sigurisë nga frika, ose të paku, mos u bëj as për të e as kundër ti, mos e shoqëro me urrëtie dhe me mungesë respekti. Pra të respektohet ky muaj që nga dita e parë deri në ditën e fundit. Të respektohet çdo mirësi në këtë muaj. Të falenderojmë Allahun për çdo mirësi që na ka dhënë, sepse Zoti i gjithësisë na ka sjell dhuratën më të bukur që mund të kemi neve gjatë gjithë jetës tonë. Pra, nëse nuk je bamirës dhe nderues ndaj këtij mysafiri, të paktën mos u bëj keqbërës e poshtërues ndaj tij. Mos e prit me shpërfillje dhe mos e përcjell me njolla poshtërime. Meqense muaji i Ramazanit është muaji i Allahut dhe muaji mikpritjes së Zotit të gjithësisë, dhe sepse ky është muaji i faljes dhe i mëshirës, ky është muaji i çlirimit nga zjarri dhe i fitimit të xhenetit. Dhe sepse është muaj në të cilin shejtanët lidhen me zinxhir, djajt prangosen dhe zjarret e xhehenemit të mbyllen, ky muaj është festë për miqtë të Allahut dhe breng për mëkatarët. Imam Sejadi, paqja qoftë mbi të, thot: paqja qoftë mbi ty, o muaj më i madh i Allahut, o festë e miqve të tij. Paqja qoftë mbi ty, o shoku më fjesnik ndër kohët, o muaj më i mirë ndër ditët dhe orët. Paqja qoftë mbi ty, o muaj në të cilin shpresat u afruan dhe veprat u përhapën. Paqja qoftë mbi ty, o shok, prania e të cilit ishte madhështore dhe mungesa e të cilit është e dhimbshme, o i dëshiruar, ndarja për të cilit dhemb. Paqja qoftë mbi ty, sa i gjatë je për mëkatarët dhe sa i madhërueshëm je në zemrat e besimtarve. Dhe imami e përshkruan aq bukur këtë muaj të begat, se për dikë është dritë e festë dhe për dikë është peshë dhe frikë. Varet nga zemra me të cilën hym në këtë muaj të begat dhe varet nga zemra se si do dalim nga ky muaj. Dhe imami vazhdon dhe thot: dhe në të, pra në këtë muaj, caktohen afatet e jetës dhe caktohen të gjitha çështjet dhe punët e njerëzit për vitin, sidomos në natën e Kadrit. Prandaj themi, paqja qoftë mbi ty, o muaj i begat i Ramazanit. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kur të hyjë muaji i Ramazanit, përpiquni fort me veten tuaj, sepse në të ndahen furnizimet, shkruhen afatet e jetës dhe në të regjistrohet delegacioni i Allahut, ata që do të paraqiten tek Zoti i gjithësisë. Në të është një natë, puna në të cilën është më e mirë se puna në 1000 muaj të tjerë. Ky hadith na zgjon zemrën dhe na tregon se muaji i begat i Ramazanit s'është thjesht kalendar, por është moment vendimtar për fatin shpirtëror dhe jetësor të njerëzit. Do doja të përcjella për ju disa përmbledhje të veçorive të këtij muaji të begat. Dhe në përfundim të temës për ditën e sotme, veçoritë janë: e para, era e gojës së agjëruesit është më e mirë tek Allahu se aroma e myshkut. E dyta, ëngjëjt kërkojnë falje për agjëruesit deri në momentin e iftarit. E treta, agjëruesit u falen mëkatet në natën e fundit të muajit të Ramazanit. E katërta, hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit. Në xhenet ka një derë të quajtur Er-Rayyan, në të cilën hyn vetëm agjëruesit. E pesta, në të është nata e Kadrit, e cila është më e mirë se 1000 muaj. Kush e privon veten nga e mira e saj, privon veten nga e mira në tërësi. E gjashta, Allahu çliron robër nga zjarri në natën e fundit të Ramazanit. E shtata, agjërimi ndërmjetëson për shërbëtorin ditën e Kiametit, derisa ta fusë në xhenet. E teta, ky muaj me të cilin janë shpallur të gjithë librat hynor, duke filluar nga fletët e Ibrahimit, Teurati,
Ungjilli dhe Kurani i Madhërisëm. E nënta, veprat vullnetare dhe namazet e preferuar në këto muaj janë shlyerje nga zjarri i xhehenemit. E dhjeta, agjërimi i këtij muaji fal të gjitha mëkatet e mëparshme. Dhe veçoria e fundit, por jo nga rëndësia, lutja e agjëruesit në muajin e begat Ramazanit pranohet direkte nga Zoti i Gjithësisë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.